Sa ke? Sa qenë? Qenë kavla për numër sa të duaqët. Në zore në ija dhe ergjina se do ikin. Këta janë sheleg, janë për imond. Janë për shtes. Për imond i themi ne për shtes. Si për shtes? Për të mbajtur more për shtes. Mban sheleget. Okej. Shtes do me thënë që mban sheleget që ti shtoq. Që ti shumosh? Po, ti shumoq, ti shtoq. Edhe prandaj... Po, i qethim ashtu se këta mund t'i vras dhe në një lo e madhe, mund t'i vras dhe djeli në veshka. Shi, dhe djeli në veshka? I vret, dhe leshje mban shumë ati. Nuk e kisha digjuar asnjëherë këtë. Djeli i shkatron veshkën deles? Po, e godet. Sidomos shelegët njerë që janë të njohëm i godet, se janë vegjit. Ore, po atë dhinë, pse ke atë? Pse mban atë dhinë atje? Pse e mbaj? Po ja e mbajt. Për qej? Po pse, sa e bukur që nga? Si dhi e egër duket. Po këto faktikisht, s'mund të themi se janë qysh thonë bio, këto thoj se 90% janë të egrëta. Të? Të egrëta, 90% sepse këto kullos në një natyrë në një vend të egrë. Dhe detyrimisht dhe kafshë egrë që ka këtu, para petil në këtë vend kullot. Kështu që ti i lë vetëm të lira këto? Po. Nuk i ke mbajtur asnjëherë kështu në stall brenda? Në stall mund t'i mbaj gjatë dimrit dhe mund t'u hedh pak gjatë dimrit. Sikur kështu me një fjalë nuk vetëm po ti në një kohë e keqe u hedh brenda. Nuk rrit dot për shkakun të flesh një nat diku, ë? Një nat mund të rri, po në këtë sezon që fillon fundi i marsit, fillimi i marsit që tash fundi. Dhe gjithashtu nuk mund të rri dot se un jam në mjelje. A kjo është periudha e mjeljes? Dhe s'mund nuk rri dot. Sa qumë është nxjerr? Ashtu janë duke ullur se mua më kam pjellë për s'dyti dhe kam akoma pjelljen e dytë. Por kam nxjerr 130 litra, 120 litra, 150 litra. I nxjerr, 150 litra qumë është? Po. Vetëm dele, ja? Dele s'kam, vetëm dele. E ku i çon pastaj? Ku e çon qumshtin? Te Rëzeni. Ta marrin ata? Po. Me sa lek? Ata me 1300. Mirë? Nashti ka dhe më mirë, po mirë. Ka dhe më mirë, po mirë. Mund të themi, korrekt me lekt janë, të rregull kështu nuk të sjellin probleme në asnjë moment. Janë shumë të rregull, jemi shumë të kënaqur në atë pjesë. Në këtë punë e çmimit pasaja qysh thonë, çdo lloj me fjalë kraba heq na vetja. Si është kjo kraba heq? Gjithnjë kraba heq na vetja. Dhe ai për veten e tia dhe unë për veten e kush të rregjë shumë, ë? Po. Po shit çaj qumshti ke ti. Ti ke qumshtin e vjosës, qumshtin e kalivaçit, natyrës. Po. Qumshi jonë është ti më, ti ulesh çdo ditë. Qumshi jonë është cilësor faktikisht dhe Erzeni merr njëna qumshet më të mirë. I këtë zonës, ë? Të çdo lloj zone që merr, me një fjalë merr të zonave të pastra shumë dhe merr shumë qumësh të rregull. Bravo. Po, punon shumë rregullat. Po kështu të shprishur ndonjëherë qumshti apo ta kanë marrë gjithmonë? Jo. Gjithmonë, ë? Gjithmonë e kanë marrë, atje nëse prishet qumshi, ai nuk ta pranon. Ore, kë ke pas baktin që ka prodhuar më shumë qumësht? Baktin që ka prodhuar më shumë qumësh. Është i bakti janë ato. Të gjitha. Po. Kush njëra më shumë e tjetra më pak. Luajnë me gram. E di pse? Më tha njëri. Më tha mua kam patur limuzinë, tha. Ishte lop. I prodhonte më shumë litra nga të gjithë. Mirë, mund të ngjisin emra, po neve se lopës mund të ketë ngjitur emrin të tillë, po neve në përgjithësi kemi mall të pastër dhe mall të rritur vet. Faktikisht nuk kemi mall të marrë në tufat e tjera apo të përzierë. Pse kur është kështu mall që rritet vet, prodhon më pak? Malli që i ketë rritur vet është më i mirë shumë herë. Se ti e di se çdo mbaç në fjalë që po qumshtin tënd e përdorin për djath apo Nashti ata e përdorin dhe për djath dhe ku di unë. Dhe për qumësht, ë? Po, dhe për qumësh. Nuk diskutohet që e përdorin dhe për ato punë se. Po s'ka në një vajzë në laborator ata? Laboratoristë kështu? Beqare? Mik, mire e ke ti atje, po të veshtja u beq atë pyetje, mirë do beq. Se unë se bëj. I ke u thoj një. Pse? Po që të them unë ti kështu? Ti pyes unë? Ti pyes unë një? Pyeti mund, je i lirë. Pyetja s'ka gjë? Jo.
Jo. Pyetja nuk ka gjë, ndërgjegjesh. Pyeta për ndërgjegjes. Po, shumë mirë. Po, njeriu pyet. Po që se ka ndonjë? Po ç'të them unë më mik, tash ti ç'po kërkon këtu? Ç'po kërkoj unë. Ç'po kërkon këtu? Dua dhe unë të bëjmë blesërira në këto toka. Po mirë. Inshallah të vafshim mbar në besëri.